Sa po thatë që ka edhe njerëz në Shqipëri që kanë shumë para. Edhe me të drejtën, se nuk e kisha vetëm po. Pikërisht se për këtë dua të flas në vazhdim. Por sipas një raporti ndërkombëtar, i bindet që Shqipëri kishte 4.000 deri në 8.000 milioner, me nga 1 deri në 30 milion dollar, 55 multimilioner në kuptimin mbi 30 milion dollar dhe apo euro dhe një sigurisht miliarder i certifikuar edhe nga Forbes, siç është Samir Mane. Pra, gati një popullsi sa Erseka ose sa Memaliaj. Më duket pak shumë, nuk e di, sepse këto duhen analizuar. Unë shikohen se 2 janë burimet kryesore të parave në Shqipëri dhe mund të gjenden, janë pasuritë e patundshme, janë edhe gjendja e parave në banka. Këto kishin llogaritur. Ka institucione. Të dyja të miksuara. Ka dhe bizneset të cilat i vlerëson. Pra i bën një vlerësim biznesit, ka formula të cilët i nxjerr vlerën biznesit. Pa borxhe ë, bëhet fjalë. Po, nxirret neto, nxirret bilanci, po sigurisht duhet merren një institucion, nuk merren përgjithsisht me shifra të tilla, merren me shifra më edhe ato kompani që e bëjnë këtë renditje. Më duket pak shumë që t'jenë multimilioner në këto nivele, megjithatë shif numrin e bizneseve që janë në treg. Pra nëse ne kemi, se tash varet numri i bizneseve, ka dhe biznese numra niptesh fiktive, po marr si shembull janë 120.000 nipte. A këto 120.000 nipte, po themi numri i nipteve që funksionon normalisht janë rreth 30.000. 30.000 nipte funksionojnë krejt normalisht, gjenerojnë fitim, kanë fitim shumë të mirë, si themi. Tatimet, paguajnë tatimet dhe kanë një fitim i cili është konkret.